Në fakt, herën e kaluar neve u ndalemi tek lutja, edhe në mënyrë të përgjithshme neve e prekëm atë se çfarë duhet të bëjmë, koha që duhet të shpenzojmë në lutje. Sot do të ndalemi meditimin mbi shkrimin e shenjtë. Në fakt, nëse secili prej jush besoj që e përdor edhe shprehjen apo se maj mendjen atje. Kur është diçka që nuk është e këndshme. Ose je duke kaluar një kohë të vështirë edhe mos i themi inkurajojmë njëri tjetrin me pak fjalë, mos mendoj gjëra negative. Shpeshherë ndonjëherë dhe ndodhet edhe kështu që një këngë që na ka pas pëlqyer më përpara nuk duam ta dëgjojmë më se na ngjall ca kujtime, ca gjëra edhe heq. Pra, ka këto shprehje që neve inkurajojmë njëri tjetrin, që neve të themi të mbajmë ose siç kemi dhe ata shprehjen Zot na mbaj mendje. Në fakt, mendja është një gjë, është një gjymtyrë e trupit që është shumë e rëndësishme. Por kjo është përtej një gjymtyre sepse ka forcën e arsyetimit, ka forcën e të menduarit, ka forcën e shumë gjërave. Edhe në fakt janë të lidhura me receptorët e zemrës, edhe sipas ca studimeve interesante që shkencëtarët ose këta studiosit e mëdhenj dalin, në fakt neve kemi tek fjalët e urtra që na thot te kapitulli 4 vargu 23, ruaje zemrën tënde, thot, sepse është burimi i jetës. Dhe këta kanë dalë me këtë studimin që zemra ka mbi 5000 qeliza receptorë që janë mendojnë në mënyrë individuale. Pra krijojnë një lloj memorie. Domethënë që neve themi në ngel në mendje, por neve gjithashtu përdorim edhe shprehjen po më hyre në zemër, ose po më dole nga zemra, e mbylla derën se fus më njeri. Pra, janë këto shprehje, edhe në fakt ta krijojnë kanë një lloj memorie interesante që mendojnë në mënyrë individuale. Edhe jo vetëm që mendimet, kujtimet, vërjetimet janë gjurmë në trurin tonë, në mendjen tonë, por në ato lënë gjurmë edhe në mendjen tonë. Mund të lënë gjurmë negative. Edhe ndaj edhe zemra pëson ato që pëson. Edhe na duket këto në fakt bashkëpunojnë së bashku. Edhe sot do të ndalemi pikërisht te kjo meditimi mbi shkrimin e shenjtë. Edhe neve do të ndalemi nëse ju kujtoni tek Filipianat neve kemi lexuar disa herë, do të shkojmë edhe përsëri sot. Tutë shkrimi i shenjtë tek fjala e Perëndis na thuhet: së fundi o vëllezërit e mi, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, të gjitha gjërat ose nëse kanë ndonjë vërtyt të mirë, këto mendoni. Pra nëse neve duam të mbahim mendjen tonë, të ruajmë mendjen tonë, ne duhet mendojmë në këto gjëra. Neve sapo lexuam pak më parë tek Psalmi 63, që vetë psalmisti mundohet ose gjithmonë qëndron, mediton, mendon vetëm për fjalën e Perëndis. Ai thotë unë mendoj ditë e natë, mendoj kur dëgjoj, mendoj kur jam në shtrap, kur ngrihem nga shtrapi jam gjithmonë me ty. Shpirti im thot ka një lidhje të ngushtë me ty o Perëndi. Keni vënë re ose besoj që keni rënë kontakt me
në mediat sociale, për shembull Instagram, TikTok e gjëra. Ka shumë njerëz që kanë dalë si tipu influencer në kuptimin që të mendosh pozitivisht. Edhe ca, më thënë, t'i japin dhe një lloj tip vargjesh ose tip fjalësh që ti mund të përdorësh ti përsërisësh vetes tanë. Pra, që unë jam ashtu për mirë, domethënë. Edhe në fakt në një farë mënyre kanë të drejtë sepse mendja është një vegël, një gjymtyr shumë e rëndësishme e trupit, shumë e fuqishme për trupin tonë. Jo vetëm që ndikon në shëndetin tonë fizik, por ndikon gjithashtu edhe në shëndetin shpirtëror. Edhe shpesh herë neve mundohemi jo vetëm për veten tonë që të majmë në mendje ose të mendojmë gjëra të shëndetshme, gjëra të drejta, gjëra të vërteta, të ndershme, por ne mundohemi që të rrisim edhe fëmijët tanë me atë lloj fryme. Neve gjithmonë zgjedhim ose i korrigjojmë fëmijët tanë për fjalorin që përdorim në shtëpi, ose edhe mundohemi gjithmonë që të jemi sa më të pastër në fjalorin tonë. Sepse mund të ketë edhe momente të vështira kur jemi të zemëruar, të mërzitur edhe e lëshojmë ndonjëherë. Por ajo çfarë desha që të kujtojmë në këto momente është pikërisht kjo gjë që meditimi mbi fjalën e Perëndisë është shumë i rëndësishëm. Tek psalmi, do të ndalemi te disa psalme, shkojmë pak te 63-shi përsëri, vargu 6. 5, 6, 8. 5, po, psalmi 63. Ne po fillon tek 8. Në fakt vargu që do të lexojmë është tek 69. Të kujtoj në shtratin tim, të mendoj kur i zgjuar natën. Thot psalmisti. Duke qenë se ti ke qenë ndihma ime, unë të këndoj tërgëzim në hijen e krave të tu. Shpirti im mbahet ngushtë e ti, dora jote e djoth më mbah. Pra, shpirti im mbahet ngushtë e ti. Aty në fakt, nëse njeriu do të gjej qetësi, do të gjej paqe, është Perëndia që duhet të shkojë. Shpesh herë neve mendojmë që paqja jonë ose qetësia jonë do të jetë kur neve kemi arritur një tasme ekonomike shumë të mirë. Por koha e ka treguar, njerëzit e kanë treguar që paraja nuk është gjithçka. Është një vegël shumë e mirë, por nuk është gjithçka. Sepse për aq kjo është e bukura që neve nuk arrim të kuptojmë. Ty tregoj një foto, besoj që ndikon ose si të thuash ka lidhje edhe me mësimin. Që okay. E keni rastisur këtë në internet të foton? Tu kemi një të moshuar me karrocë, kë kemi dhe një fëmijë të vogël me karrocë. Ai momenti kur ti kupton që fillimi i jetës tënde dhe fundi janë të lloj. Këtë harrojmë neve me atë jetën tonë, neve përpiqemi, sforcohemi, po gjatë kohës, gjatë rrugës neve harrojmë të jetojmë, harrojmë të shijojmë. Ajo më e bukura se e mbajmë shumë kohë mendjen, shqetësohemi, mërzitemi për të shkuarën tonë. Çfarë kemi bërë, pse nuk mos ta bëmë më mirë? Shqetësohemi për të ardhmen tonë, që na robërojnë të dyja, dhe këto të dyja
na robërojnë, na konsumojnë neve që të shijojmë të tashmen. Sepse me të ardhmen neve mendojmë që nëse neve do të kemi bla 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 X gjërash, neve jeta jonë do bëhet më e mirë. Por po të shikojmë me jetën tonë, ku jemi neve sot në këto momente, gjithë secili prej nesh dashur pa dashur i ka vitet në kurriz. Edhe nuk është ma si që ishe për shembull 20 vjeç, 25, 35. Po ka dhe 20. Nëse neve do të mundohemi të shijojmë edhe të jetojmë jetën tonë me këto gjëra, çfarë na ndihmojnë neve këto? Çfarë ndihmon meditimi? Edhe neve këtu jemi duke Perëndia po na fton që të mendojmë gjitha gjërat që janë të vërteta, gjitha gjërat që janë të ndershme, gjitha gjërat që janë të drejta, gjitha gjërat që janë të pastra, të dashura, me famë të mirë, virtyt të mirë. Besoj që neve edhe me fëmijët tanë këtë lloj fryme përpiqemi që ti injektojmë, ose ku ta diun, ta edukojmë, ta mësojmë, se injektojmë duket si keq, por ti mësojmë, sepse në fundit fëmia ka lirinë e të menduarit, të gjykuarit, të zgjedhurit, të gjithë me radhë, siç na është dhënë edhe ne. Ne edhe Perëndia na fton edhe tek të gjykojmë, të mendojmë në këtë lloj forme. Po të shkojmë tek Psalmi 77, vargu 12, do të mendohem thellë për gjithë veprat e tua dhe do të kem parasysh bëmat e tua. Është një mënyrë shumë e mirë që neve të mendojmë, të meditojmë, nuk e di si mund ta ose të mbajmë mendjen tek punët e Zotit, tek veprat e Zotit. Edhe nëse neve do të shikojmë me këtë lloj forme, me këtë lloj mënyre, me këtë lloj të gjykuari, neve gjithmonë do të jemi të manitur nga fjala e Perëndisë. Keni vënë re se sa shumë njerëz e pëlqejnë perëndimin e diellit, lindjen e diellit. Janë disa lloj nuancash, unë nuk flas dot se kam atë aftësinë e një piktori, por janë disa nuanca edhe lloj ngjyrash që një person, një piktor, mase e kam gabim edhe një herë, nuk e arrin dot 100% ashtu siç e shikon në natyrë. Kur është perëndimi i diellit, kur takohet ajo drita e diellit me, për shembull, andej nga deti është interesante, apo ose kur është hëna e plot gjatë natës dhe pasqyrohet në ujë. Janë disa lloj nuancash interesante, shumë të bukura për natyrën, edhe po flasim për natyrën, veprat që Perëndia ka krijuar. Fakti që të mendosh edhe të shikosh, të gjendesh përpara këtij lloji krijimi të bën të jesh përpara veprave të Zotit. Pra, nëse neve përpiqemi dhe jemi gjithmonë në kontakt me Perëndin, kjo na ndihmon edhe të jemi edhe sa më të, si thua, sa më të qetë, sa më me paqe. Pse të krishterët duhet të meditojnë sot? Sepse është një burim force, është një burim gëzimi shpirtëror. Psalmisti e tha që është me të vërtet shpirti im është i lidhur ngushtë me veprat e tua, me ty o Zot. Edhe nuk ka gjë më të gëzuar se sa më nuk gjen dot burim më të drejt për drejt se sa kur je me Perëndin. Je në një kontakt të ngushtë me Perëndin dhe ti merr fuqi nga veprat e tij. Romakët kapitulli 12, vargjet 1 dhe 2 tek Testamenti i Ri. Ju lutem pra o vëllezër, nëpërmjet dëmshurisë së Perëndisë, ti paraqitni trupat tuaj si flitë të gjallë të shenjtë, të pëlqyeshëm për Perëndin që është shërbesa juaj e mençur. Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformoni me anë të ripërtëritjes së mendjes tuaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullneti i Perëndisë. Pra duke
duke ofruar veten tonë si flitë të gjallë. Çfarë do të thotë për ne që të ofrojmë veten tonë si flitë të gjallë? Neve të jemi në mënyrë të vazhdueshme, jeta jonë të jetë e tillë ku ne kemi nevojë për të ndryshuar, ku çdo ditë ne regojmë që jemi ndryshe. Dhe vargu i dytë te kapitulli 12 i Romakëve na thotë për të ripërtëritje të mendjes tuaj. Pra duke shkarkuar gjithë ato mendimet negative nga mendja jonë, edhe duke ngarkuar mendjen tonë me mendime të mira pozitive. Shpesh herë neve ankohemi, gjithë secili prej nesh mund të ketë edhe listën e ankesave, e lodhjes, e mërzitjes, e gjitha me radhë aty ku jemi. Por shpesh herë gjithashtu neve harrojmë se sa të bekuar neve jemi, se në këtë lloj mënyre. Në qoftë se neve do të bënim një listë e gjërave që na shqetësojnë, ose gjërave që na mërzisin, ose gjërave që neve, unë nuk e di, edhe mund të fajsojmë dhe Perëndin. Edhe gjërave që Zoti na ka bekuar. Neve jemi Zotit mirënjohës. Këtë listë do të mbushim neve më shpejt. Ne gjithmonë duhet të jemi mirënjohës ndaj Zotit. Në fakt, lexova një thënie që thoshte mosmirënjohja është krimi më i neveritshëm se sa vetë krimi. Sepse krimi është kur ti vret ose kur ti bën ja kthen të keqen me të keqe dikujt. Por mosmirënjohja është kur ti ja kthen me të keqe për të mirën që të ka bërë. Edhe kjo lloj mënyre e të menduar e të logjikuar, kur vim ne përpara Perëndis, neve shpesh herë bëhemi të tillë, kur neve ja kthejmë Perëndis me mosmirënjohje. Neve kemi të gjitha veglat ose të gjitha gjërat e nevojshme për të menduar pozitivisht, për të krijuar, për të pasur një miqësi shumë të ngushtë me Perëndin. Të jemi sa më të afërt me Zotin. Por shpesh herë për shkak të bollakut, kjo na ka larguar ato mund. Është interesante dhe e çuditshme në të njëjtën kohë kur njerëzit që vuajnë tentojnë ta kërkojnë më shumë Zotin. Tentojnë që ta adhurojnë Perëndin më shumë se sa ne. Shumë në Kinë edhe sot e kësaj dite edhe në Korenë e Veriut. Në Korenë e Veriut shumë njerëz kanë tentuar që të hedhin bibla me parashut nga lart, edhe ata që ushtarët i gjejnë edhe i djegin ose dhe ata pak njerëz që i kanë gjetur i majnë shumë fshet, sepse është me çështje jeta vdekje. Shumë njerëz në Kinë adhurojnë Perëndin nëpër bodrume, nëpër vende shumë të fshehtë. Shumë njerëz në Kinë, domethënë sipas postimeve që kemi parë në internet, e kanë mësuar Biblën përmendësh, sepse nuk kanë mundësi që të kenë një Bibël me vete, se nuk i lejohet. E kanë mësuar Biblën përmendësh dhe janë në gjendje që ta recitojnë atë. Imagjino çfarë burimi është mendja tyre për kur arrin të gjykojë dhe të meditojë, të mendojë tek fjala e Perëndis. Kurse ne mund të kujtojmë një koncept se çfarë thot fjala e Perëndis tek X kapitull ose te X libër, por nuk e mbajmë mend si varg. Ju sfidoj me mendjen tuaj, nuk është e rëndësishme të dilni në publik, cilin nga vargjet juve mbani mend nga Bibla, edhe që e kujtoni gjithmonë, ta recitoni fjalë për fjalë. Perëndia na ka dhënë këtë lloj bekimi, këtë lloj thuash burimesh të mira materialesh që neve të kemi mundësinë që të jemi më afër Perëndis. Po kjo nuk do të jetë burim për të na larguar, dhe Perëndia fton gjithë secilin prej nesh që të jemi sa më afër Zotit me mendjen tonë dhe me veprat tona. Unë do t'ju le përsëri me këto të vërteta ose me këtë lloj të menduarit që Pali
i thërret kishën në Filipinë që të mendojnë pikërisht të gjëra. Së fundi o vëllezërit e mi, thot, ju ftoj, thot, të gjitha gjërat që janë të pastra, në fakt, të gjitha gjërat që janë të vërtetë, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, ose që kanë një vërtyt të mirë, këto mendo. Nëse neve duam me të vërtet që të mendojmë pozitivisht, edhe të kemi, siç janë dhe ata medituesit e budistat, hinduistat e kuda bio, që të keni energji pozitive, ne në fakt energjia jonë pozitive ka një burim që është i vërtet, është i drejt, është i gjallë dhe jeton. Edhe nëse neve zgjedhim që të marrim energjinë tonë, fuqinë tonë, gëzimin tonë, paqen tonë, qetësinë tonë, nga ky burim, nga fjala e Perëndis, nga shkrimi i shenjtë, atëherë neve do të jemi ndryshe.